Mirdita të gjithëve, unë jam Altjenka, jam antare e bordit shoqatës shqiptare të Windsorit. Ndërsa unë jam Urani, kryetari i shoqatës së Windsorit, mirë se erdhët tek ne këtu në Windsor me rastin e ditës së dytë hapjes së festivalit të Carousel of Nations. Në këtë Carousel of Nations prezantohemi si shqiptar me vlerat tona kombëtare, vlerat tona kulturore dhe historike. Kemi shumë ushqime tradicionale që janë gatuar nga gratë shqiptare dhe nga restorante shqiptare këtu në Windsor. Po ashtu kemi muzikë shqiptare dhe valle shqiptare nga të gjitha krahinat që janë performuar nga grupi ynë Vatra. Gjithashtu kemi krijuar dhe një kend kulturor që prezanton objekte, artefakte dhe historinë e Shqipërisë tonë. Në pjesën ku është kandi këtu i vlerave i kulturave tona shqiptare, shifet se ka shumë monumente ndryshme, nga historia jonë, kultura jonë e lashtë, edhe që prezentohen në mënyrë shumë të mirë, shumë e pasuruar këtu, edhe është me rëndësi të përmendem fakti që shumë vizitorë, edhe jo kanadez, kanë shumë vlerë shtuar këtu të shiqojnë, të thotë se sa bukur janë prezentuar dhe pyesin se çka qëndron para këtyre figurave, kësaj historie të lashtë e gjëra tjera. Çfarë na dallon ne si shqiptar, besoj që është mirëpritja dhe bujaria që ne tregojmë për miq dhe për të gjithë të afërmit tan, dhe kjo u tregua shumë së miri në ky eveniment dhe në ky festival kur të gjithë shqiptarët ndihmuan, të gjithë ndihmuan në mënyrën e tyre individuale, restorante, shqiptarët duke gatuar, vullnetarët që janë këtu dhe që po marrin pjesë në këtë eveniment. Nuk është munguar buzëqeshja, nuk është munguar areja, nuk është munguar ushqimi dhe mbështetja e gjithë shqiptarëve nga të gjitha krahinat. Për me shtu pak me plotësu Altjenkën, një ndihmë shumë e madhe për restoraneve shqiptare që janë bashkuar gjithandej për të na bërë bashkë krah në këtë organizim kaq madhështor. Mos harrojmë se ditën e djeshit do thotë të shtunën ishin rreth 1500 plus vizitorë, normalisht shumica shqiptar, por dhe prej shumë komuniteteve tjera, pasi që kjo është Carousel of Nations, ku bashkohen gjitha komunitetet dhe vizitojmë kështu pjesë ndryshme të qytetit ku Carousel of Nations mbahet. Ishte një pjesëmarrje jashtëzakonisht e madhe edhe pse shqiptarët si komunitet për herë të parë paraqitemi në këtë festival të madh. Besoj që ky festival është një urë që na bashkangjit ne si shqiptar me kulturat e tjera si restaurantit të Windsorit. Gjithashtu është një mënyrë për ne për të treguar krenarinë tonë, historinë tonë, për të vazhduar një traditë që është nisur për shumë vitesh të në Windsor, por tani kemi një mënyrë për ta shfaqur dhe për të reklamuar në të gjithë botën. Tjetër të përmendim edhe gjatë ditëve të gjata që kemi, Carousel fiton prej orës 3 dhe vazhdon deri në mesnat. Mbrëmi që këtu deri në ora 12:30 një pas mesnatës, po performanca më e bukur ajo që se e themi ne ishte qershia mbitor, është grupi i valltarëve të shoqatës Vatra, çuna, vajza që vallëzuan për mrekulli me këngë ndryshme të gjitha krahinave tona shqiptare, me gjithë me ritmet e bukura të muzikës, po ashtu edhe plotësuar me DJ-n që e kishin live këtu, edhe ishte një mbrëmje e jashtëzakonshme. Shoqata shqiptare e Windsorit është zemra e këtij komuniteti. Punon me përkushtim që ne të ruajmë gjuhën, të ruajmë kulturën, të ruajmë traditat tona në përbrezat e ardhshëm. Edhe një bashkim i tillë të gjithë shqiptarëve u tregua te ky eveniment, edhe na bën edhe një herë të mendojmë edhe të besojmë që kur shqiptarët qëndrojnë bashkë mund të bëjnë edhe mrekulli. Për fund, unë kisha pas dëshirë të shtoj, po mendoj të thras të gjithë shqiptarët në zonën e Windsor Access që t'i bashkohen shoqatës, të regjistrojnë në shoqatë, që dim se sa jemi sakt, edhe pse thuhet se jemi rreth 4000 shqiptar, që t'i bashkohen shoqatës, t'i bashkohen shkollës shqipe tonë, t'i bijnë fëmijët tanë aty në mësimin plotësues që kemi, edhe ka shumë programe e gjëra të bukura t'i bëjmë, t'i ndërtojmë së bashku. Punojmë për rinin tonë me një fjalë. Faleminderit.